Po më thu që zoti Kurti mundet më një ratë në petkën e kryeministrit ku dalë me votu 33% të njerëzve, e merë pi 33%, hajde pi merë ka 22% votave? Menej që nuk e kupton, nuk është duke e kuptu realitetin me cilën përballën qytetarët e kësaj republike. Nuk ka pas në historinë e Kosovës ndonjë subjekt i cili ka pas më shumë njerëz në krye të shtetit se vetëvendosja sot. Do më thonë edhe në kohën e PDK-s dhe LDK-s, në kohën e asfaltit, do më thonë ka pas një farë përzimje. Gjyqësori, prokuroria pak janë konë LDK-PDK, doganat janë konë PDK, administrata tatimore u konë dështa pak LDK, pra janë konë do të shpërndame, posta u konë e këti, këto janë krejt VV. Absolutisht gjithkush në çdo pozit është VV. Sinqerisht nuk kam problem me VV-n. Unë kam problem me idenë që është qeveriset vendi. Prap kime shku në zgjidhje, dhe kime hinë cikël zgjedhor non-stop. Qytetarët e kësaj republike janë konsumus të konfliktit artificial që krijohet prej pushtetit. Dardan, me më pa folë për një politikan i cili ka ruktu, ose është formu në kohën e Jugoslavizë, në kohën e munizmit, ose një veristi, ose një titisti, kisha onë ka të drejt, Dardan, si t'ju, si për më thot, është qëllim mund kriju një fara patije, ju kanë menon pushtetit. Dardan, ju keni bashkëlltu Kozagat me Albin Kurtin, politikisht. 8 vjetë. 8 vjetë. Po më thu që zoti Kurti mundet më një ratë në petkën e kryeministrit ku dalë me votu 33% të njerëzve, e merë pi 33%, hajde pi merë ka 22% votave? Po unë menej që zoti Kurti e ka një lexim të jo të sakt realitetit shoqni. Menej që nuk e kupton, nuk është duke e kuptu realitetin me cilën përballën qytetarët e kësaj republike. Unë e sot i këshyra disa numra, se fatkeqësisht mirë na ka pak me këta numra, edhe pash që inflacioni në Kosovë këta muajt është më i lartë në rajon, dhe gjithashtu e pash që paga mesatare mas paku është rritë në Kosovë. Pra, zoti Kurti nuk e kupton, unë e menoj, tashmë i bindu njëm, nuk e kupton që detyra një kryeministri është me boj jetën më të mirë për qytetarët e Republikës. Sa të në detyra një subjekti politik, kauza është pikërisht kjo. Po, dhe nuk besoj që ka ndonjë pengesë më në Republikën e Kosovës për implementim të ndonjë projekti zhvillimor për partinë në pushtet. Unë nuk shoh që dikush e pengon. Krejt institucionet janë me një formë ose tjetër VV, prej RTK-s e deri te, domethënë, ndërmarrjet publike, prej bankës qendrore të administrata tatimore, prej doganës e deri te krejt janë administratorët aty, drejtorat, menaxher, ushtrues detyre shumica, janë subjektit të vetëvendosjes. Pra, nuk ka pas në historinë e Kosovës ndonjë subjekt i cili ka pas më shumë njerëz në krye të shtetit se vetëvendosja sot. Domethënë, edhe në kohën e PDK-s dhe LDK-s, në kohën e asfaltit, domethënë, ka pas një farë përzimje. Gjyqësori, prokuroria pak janë konë LDK-PDK, doganat janë konë PDK, administrata tatimore u konë dështa pak LDK, pra janë konë do të shpërndame, posta u konë e këti, këto janë krejt VV. Absolutisht gjithkush në çdo pozit është VV. E tash, nëse i ke krejt këto leva në dorë, edhe njerë, po kërkoj falje se unë nuk kam problem me VV-n. Sinqerisht nuk kam problem me VV-n. Unë kam problem me idenë qysh qeveriset vendi. Qysh kam pas problem kur PDK-ja ka qeveris me vendin dhe kur kitë logjika ka qenë privatizim me asfalt. Ka detyrimi edhe në politik. Po, s'din, për ata që kam pak memorje, kuptojnë që unë betejën e kam për model zhvillimor. Dhe modeli zhvillimor që unë e shoh prej lëvizjeve të vendosjes sot, është model i cili është projekt me zero ambicie. Nuk ka ambicie zhvillimore në këtë vend. Zero projekt. Cila është ambicia atëherë, nëse një ekonomist, një subjekt politik. Po besoj që... Cila është ambicia? Ambicia ka qenë luftimi i krimit të korrupsionit. Shohimi raportet ndërkombëtare që janë full korrupsion. E shohimi raportin e auditorit, do me thonë, nuk mujnë me arsytu ministrat kanë 100 milion euro burri dheut, që s'ka bova ki kërkur. Pas nevoj me arsytu. Nuk kanë, bëllu shmëri.